Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një lexim ndryshe, një temë për dashurinë. Nëse keni hyrë te kjo video, do të thotë që gjithmonë ka një mesazh për ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema për dashurinë, por dhe tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk ka bërë abonimin në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë do fillojmë të bëjmë këtë lexim. Ju mendoni personin që keni në jetën tuaj ose personin që mund të keni pas një shkputje, një situatë, por edhe për njohjet e reja, për gjithë ata që duan të bëjnë njohje të reja. Dhe shohim energjinë që do na vi. Më falni, nuk e di pse nuk u regjistruar video, unë kartat i kisha hapur. Gjithsesi, do shohim në lidhje me këtë person që ju dëshironi të futeni në njohje, ose jeni në një njohje ose në një lidhje. Shoh që ky person është i sinqert në lidhje me një dashuri. Dhe është një person që mund të jetë në distancë, është një person që mendon se si mund të hapi këtë rrugë për të ardhur drejt jush dëgjues. Dhe këtu është një person që mendon për të ardhur drejt jush, por e shoh që është i bllokuar në një rrugë. Diçka e pengon këtë person, këtë njohje ose këtë lidhje që ju keni, ku ky person është në një situatë ku ndoshta mund të mendoj që kjo derë është e mbyllur, që ndoshta ju nuk do hapeni ndaj kësaj dashurie, ndaj kësaj njohje ose ndaj kësaj lidhje që ju keni. Për gjithë ata që janë në një njohje, është një person që dëshiron të vijë drejt jush, por që ndjen pengesa në lidhje me ju. Ky person nuk e duron dot të situatë pengesash, e shoh, është i bllokuar në një rrugë, mund të jetë një person që është në distancë, por jo domosdoshmërisht. Dhe ky person shikon se si mund t'ju afrohet për të pasur një takim, por për të pasur dhe momente romantike në lidhje me ju dëgjues. Ose për të përjetuar së bashku këtë dashuri që ju keni, me këtë njohje ose me këtë lidhje që ju mund të keni. Gjithsesi, këtu nuk e di se si mund të rezonoj me ju deri në këto momente, gjithsesi unë e shoh rrugën të hapur këtu. Dhe këto janë kartat orakull dhe do vazhdojmë të marrim një pako tjetër për t'i hapur dhe për të parë se çfarë ndjen dhe çfarë mendon ky person në lidhje me këtë dashuri. Dhe shohim, jemi te energjia ku personi mendon që kjo rrugë është e mbyllur, sikur ju nuk hapni derën në lidhje me këtë dashuri. Por mund të jetë edhe një person që bën dhe shumë udhëtime, mund të jetë një person që është në lëvizje, ose një person që mund të jetë në distancë. Dhe shohim, kemi energji të shenjave të zjarit, shoh që ky person ka shumë pasion në lidhje me ju, ndoshta dëshirojnë që ta shpreh këtë pasion në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe të jetë i bekuar në lidhje me këtë dashuri. Por është edhe një person që do të bëjë një fillim të ri, dhe pret që ju të hapni këtë derë, ose që kjo njohje ose lidhje të shkojë përpara. Është një person që i vendos qëllime vetes në lidhje me këtë dashuri dhe dëshiron që të japi drejtim kësaj njohje që keni ose kësaj lidhje. Atëherë, shoh që ky person është një energji pak emocionale, mund të them. Është një person që ndihet i gëzuar në lidhje me qëllimet që i ka vendosur vetes për të ardhur drejt jush dëgjues. Dhe mund të jetë edhe një person emocional, por mund të jetë edhe një person që mendon në lidhje me emocionet e veta, me këtë pasion që ka dhe me këto emocione që ka në lidhje me ju. Dhe shohim energjinë e personit që ka ngecur, e shoh të ngecur të bllokuar në një situatë të vështirë ku diçka e pengon për të ardhur drejt jush ose për të vazhduar këtë njohje që keni ose këtë lidhje.
Dhe jemi te energjia e kupave këtu, energji ujit dhe energjia e shenjave të tokës. Është një person që, ky person mendon që ju jeni shumë emocional, jeni shumë sensual, dhe është një person që gjatë gjithë kohës mendon në lidhje me energjinë femërore, sepse këtu kemi një energji maskullore dhe këtu kemi një energji femërore. Është pak figurë e vështirë, unë do mundojmë ta mbuloj. Dhe është një person që mendon seriozisht në lidhje, sikur pret atë kohën e duhur, orën e duhur për të futur në një njohje të re, në një rast, por në rastin tjetër edhe për të bërë një fillim të ri me ju. Sepse shoh që ky person është një person që ka një energji të jashtëzakonshme. Ndoshta është diçka që ky person e ka planifikuar në lidhje me ju, në lidhje me këtë njohje që keni ose me këtë lidhje. Gjithsesi, unë shoh përsëri dy energji. Ky person mund të jetë një person që është e vendi punës, është një person që ju vrojton gjatë gjithë kohës, tërhiqet nga ju dëgjues, ose në rastin tjetër mund të jetë një person në grupe njerëzish, në shoqërinë tuaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me këtë takim, me momente romantike që ky person dëshiron të kaloj me ju. Atëhere, këtu jemi përsëri te energjia e shenjave të ujit dhe jemi te energjia e shenjave të ajrit. Shoh që nuk e di, mund të keni pasur një lloj konkurrence, disa tensione në lidhje me njëri tjetrin. Dhe ky person mund të jetë edhe një person që ka pas eksperjenca në lidhje me dashurinë. Dhe shoh që po mendon edhe logjikisht në lidhje me emocionet e veta, ose në lidhje me këtë takim që ju do keni. Është një person që përdor më së tepërmi atë pjesën e mençurisë ose logjikën në lidhje me këtë njohje, ose me një takim që do keni, ose me një bashkim që mund të keni. Por shoh një energji femërore që largohet nga këto situata, mund të jenë një lloj disa tensione në lidhje me këtë dashuri, ose ky person, energjia maskullore, ndihet i tensionuar në lidhje me energjinë femërore, dhe një energji femërore që largohet për të marrë një drejtim më të mirë për në lidhje me dashurinë. Ndoshta për një pjesë prej jush, ky person mund të, nuk e di, por nuk afrohet në mënyrë emocionale te ju, por në mënyrë logjike. Dhe shoh që ju ndoshta kërkoni diçka më emocionale dhe largoheni në lidhje nga ky person. Dhe marrim një pako tjetër dhe shohim si do shkoj energjia, ku ky person është i vendosur në qëllimet e tij, ose të saj ka shumë emocione në lidhje me ju dëgjues. Dhe këtu kemi energjinë e shenjës së akrepit, energji të shenjës së demit dhe energji të shenjave të zjarit. Atëherë unë shoh këtu që diçka mbyllet, diçka ju sigur dëshironi ta mbyllni për të bërë një fillim të ri, për të pasur një takim me këtë person. Është një person që dëshiron diçka të qëndrueshme në lidhje me dashurinë, nuk dëshiron gjëra kalimtare. Por shoh që ju do, në momentin që ky person do vi drejt jush, të shpreh ato qëllimet e veta në lidhje me këtë dashuri, ju do bësoni një transformim shpirtëror, por ndërkohë do keni një takim ose një bashkim me këtë person. Dhe është një person ku ka shumë pasion, shumë energji zjarri këtu, dhe do të lëj problemin mbrapa dhe do të bëj këtë fillim të ri, por duke u treguar i kujdesshëm në lidhje me këtë dashuri. Është një person që ju mendon dhe ju dëshiron shumë, ose dëshiron që ta keni këtë takim, ose dëshiron të futet në këtë njohje të re, por është një njohje re që është premtuese, sepse po të vëmë re këtu, kalojmë në energjinë e të dashuruarve. Ndoshta ky person tani për tani e shef rrugën të bllokuar, por kjo rrugë do hapet në lidhje me ju. Dhe unë shoh që aty do keni një takim, një bashkim, dhe ky person do tregohet më i kujdesshëm në lidhje me këtë dashuri. Dhe shohim këtu mund të ketë një pjesë prej jush që mund të largohen, megjithatë do dalim te ajo energji. Unë thjesht dua të shoh tani ku ky person ndihet i bllokuar, ju shef si një person sensual, një person që ka shumë emocione,
dhe ja të shohim dhe po mendon seriozisht në lidhje me ju. Atëherë ky person është i vendosur në qëllimet e veta, i vendos qëllime vetes në lidhje me këtë dashuri. Dhe kemi energjitë shenjave të zjarit, shenjave të ajrit, shenjave të zjarit përsëri. Unë shoh që ky person tregoj shumë i guximshëm, mund të jetë edhe një person, tham që mund të jetë vendi punës, në grupe njerëzish, në shoqërinë tuaj, dhe ky vendos qëllime vetes ky person. Ndihet shumë entuziast, ka shumë pasion në lidhje me këtë dashuri, pavarësisht se ndihet i bllokuar personi, por unë shoh që do jetë përsëri duke i vendosur qëllime vetes, duke dalë nga kjo situatë për t'i dhënë zgjidhje në lidhje me ju dëgjues, për të pasur një takim. Gjithsesi, unë shoh që ju do ta keni një takim me këtë person, do ndjeni shumë entuziast, do jeni duke e festuar, por shoh që ky person përpiqet që të gjejë fjalët e duhura në lidhje me ju. Përpiqet që të japi zgjidhje dhe të ndoshta t'ju shpreh këtë qëllim ose këtë dashuri më me logjik, shoh, duke u ofruar dhe shoh që personi diçka sikur e djeg nga brenda. Është një person që konsumohet nga brenda, sepse kemi një energji zjarri këtu, por është edhe një person që do t'i japi zgjidhje kësaj dashurie për ta çuar përpara, për të kaluar në një takim ose në një bashkim. Dhe vazhdojmë te pjesa ku ju takoheni me këtë person. Gjithsesi unë shoh që aty mund të lindin edhe kundërshtime mendimesh me këtë person, por gjithsesi shoh një pjesë prej jush largoheni nga një njohje që keni pasur, nga një lidhje, për të marrë një drejtim më të mirë për vete. Dhe ja ta shohim, ose ju dëshironi të largoheni nga një padrejtësi ose nga disa situata, mund të keni kundërshtime mendimesh me këtë person dhe për momentin largoheni për të marrë një drejtim tjetër. Gjithsesi unë shoh një energji shumë të bukur këtu. Atëherë këtu kemi energji të shenjave të ujit, energji të shenjave të zjarit dhe energji të shenjave të zjarit përsëri. Një pjesë prej jush largohen për të shkuar drejt një dashurie, drejt një takimi me një person. Mund të ndjeni që ky person është i vendosur në qëllimet e tij, por është edhe një person që ka xhelozi ndaj jush. Ndihet, nuk e di, por ju mund të keni edhe persona të tjerë që ju pushtojnë dhe ky person bëhet xheloz në lidhje me këtë dashuri, me këtë njohje ose me një takim që ju do keni së bashku. Sepse shoh edhe pse largoheni, ju do keni një takim me këtë person. Do jeni duke shprehur emocionet, aty mund të lindi disa konflikte ose një lloj xhelozie, dhe shoh që ky person përsërisht i vendosur në qëllimet e veta në lidhje me këtë dashuri. Dhe përfundimi, dhe kartat dalin vetë. Atëherë kemi një energji femërore dhe një energji mashkullore. Një energji femërore që dëshiron të fillojë çdo gjë nga zero, dëshiron të riskojë në lidhje me këtë dashuri, dhe një energji mashkullore që është shumë emocionale, pret që të hapet kjo derë për të shkuar drejt energjisë femërore dhe të japi drejtim emocioneve. Ndoshta është një person që mund presë edhe një telefonat në lidhje me këtë dashuri, ose një mesazh që ju mund t'i nisni, që të hapet kjo derë, të hapet për të shfutur në një njohje ose për të qenë së bashku me këtë person. Dhe hedhim dhe diçka tjetër. Gjithsesi shoh fillime të reja, ju do të jepni drejtim, do keni disa diskutime me këtë person, por të gjitha këto diskutime do bëhen për t'i dhënë një drejtim kësaj njohje nga ana emocionale ose kësaj lidhje që ju keni. Shoh një energji të shenjës së demit këtu, energji të shenjës së gafores dhe energji të shenjave të ajrit, ku do ketë diskutime, ju do dëshironi të riskoni me personin dhe unë shoh që ky person do të japi drejtim situatave në lidhje me ju. Dhe unë do marr një mesazh nga engjëjt dhe të shohim se çfarë mesazhi ju japin. Atëherë, mesazhi që ju japin engjëjt është një periudhë
e lumtur. Në lidhje me ju, duhet jeni më praktik në lidhje me këtë dashuri. Duhet jepni besim te kjo mundësi që ju keni, te kjo ofertë që ju keni në lidhje me një dashuri, në lidhje me një njohje që mund t'ju vi, ose në rastin tjetër në lidhje me një person që ju i keni mbyllur derën, ose një person që ndihet i bllokuar dhe akoma nuk është gati për të ardhur tek ju, edhe pse shoh që personi do vi drejt jush. Thjesht hapni derën, jepini mundësive dhe ofertave që do keni gjatë kësaj periudhe, por edhe një personi të jepini besim personit që keni në njohje ose në lidhje. Dhe do marrim dhe një mesazh nga një mesazh, dhe do shohim çfarë do donte ky person, çfarë mesazhi do donte t'ju jepte në lidhje me këtë dashuri. Atëherë, lidhja me ty është karmike, thot. Është një mesazh fantastik në lidhje me ju, ku personi dëshiron t'ja u japi këtë mesazh, do doja ta ratisesha me ty, thot. Dhe marrim një mesazh tjetër, dhe ju thot, për mendjen dhe zemrën, shpirtin tim, të dua, thot. Dashuria juaj është si ushqim për mendjen, zemrën dhe shpirtin tim, të dua, thot personi. Një mesazh fantastik në lidhje me ju. Për ty të dua shumë, thot. Unë nuk do pushoj, thot, së menduari për ty, të dua shumë. Janë mesazhe fantastike që ky person dëshiron t'ju japi, është një lidhje karmike, shoh këtu, dhe personi zemrës tuaj dëshiron që të jetë me ju sepse vërtet ju doj, vërtet ju dashuron. Atëherë, kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Nëse rezonon me ju ky lexim, mund të lini komentet tuaja, mund të bëni subscribe në këtë kanal, por mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju uroj një mbasditë sa më të këndshme, një javë sa më të mbar për të gjithë ju, dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje.